ta di të kundërtën e të vërtetës. Dhe njeriu nuk e mëson pa vërtetën që ta praktikojë atë. Dhe nuk e mëson pa vërtetën për shkak të asaj. Mirë po duhet ta di se cila është e pavërteta. Mirë po jo nga burimet e të pavërtetës, po nga burimet e të vërtetës. Duhet që të informohet se cila vepër është mëkat, cila vepër është shirk, cila vepër të nxjerr prej feje, cila vepër ta prish për shembull namazit, cila vepër ta prish agjërimin, cila vepër shkakton që haxhi të jetë i mangët, nëse është duke shkuar në haxh, kështu me radhë. Për çdo ibadet që e bën, duhet t'i di edhe gjërat që janë të këqija për atë ibadet veçanti, ose për përbesimin dhe fenë e tij në përgjithësi. Duhet pra që t'i mësoj ato që janë vepra kryesore, që janë njëherë veprat që të nxjerrin prej feje. Duhet ta mësoj çështjen e shirkut dhe kufrit, ta di se çka është shirk dhe cilat vepra të nxjerrin prej fesë së Allahut subhanahu wa taala, në mënyrë që mos të bjerë në to. Sepse, si thon pra njerëzit e mençur, preventiva është më e mirë se sa kurimi apo se sa shërimi. Andaj muslimani duhet jetë i tillë që t'i preventojë gjërat. E jo pasi të bien të, atëherë të mundoj t'i përmirësoj, sepse atëherë pikpyetje se sa do të ketë sukses.